Një djalë i zhdukur del nga pylli pas 11 ditësh, por nuk ishte vetëm. Një adoleshent i zhdukur prej 11 ditësh është gjetur në parkun kombëtar të maleve të mëdha të tymosura të Tennessee. 18 vjeçari Austin Bohannon u dërgua në spital. Ai ishte subjekti i një kërkimi masiv me qindra shpëtimtar që kërkonin në zonën e largët, por të martën ai thjesht doli nga parku. Rastet e njerëzve që u mbisin në pyll nuk ishin të pazakonta për shefin e rojës së parkut, Steve Cluster. Me mbi 6700 takra në mbikëqyrjen e tij, ai kishte parë më shumë se disa njerëz që endeshin dhe luftonin për të gjetur rrugën e kthimit. Ishte pjesë e punës, por diçka në këtë rast nuk shkonte. Ishte një pjesë që mungonte. Ai mund ta gjente, por nuk mund ta përcaktonte saktësisht se çfarë. Djali kishte qenë i zhdukur prej 11 ditësh dhe çdo ditë që kalonte i bënte gjërat më serioze. Edhe njerëku i tij ishte disi i përfshirë në këtë, por e gjithë kjo nuk shkonte mirë. Austin Bohannon ishte vetëm 18 vjeç, por ai tashmë kishte më shumë përvojë natyrë se sa shumica e alpinistëve me përvojë. Ai e donte aventurën dhe kishte kaluar shumë kohë duke eksploruar natyrën e egër, kështu që kur u drejtua për në male Smoky me njerëkun e tij, ai ndihej i sigurt dhe gati. Por këtë herë gjërat shkuan keq shpejt. Askush nuk e priste që ai të zhdukej kështu. Ekipet e kërkimit u dërguan shpejt, por nuk kishte asnjë shenjë të tij. Asnjë shteg, asnjë pajisje, asgjë. Ishte sikur thjesht u zhduk. Posti nuk ishte fillestar kur bëhej fjalë për pyllin. Ai dinte se ta përballonte veten atje. Ajo ditë kishte filluar si çdo ecje tjetër që ai dhe njerëku i tij, Hubert, kishin bërë më parë. Ata i kishin eksploruar parkun kombëtar të maleve të mëdha Smoky më parë dhe ishin të njohur me shtegun. Nuk duke si një veprim i rrezikshëm. Sigurisht, shtegu kishte pak shenja dhe pemët e bënin të lehtë humbjen e rrugës, por ata i kishin bërë më parë dhe ndiheshin të sigurt për rrugën e tyre. Ndihej si rutinë. Megjithatë, ky udhëtim kishte një qëllim specifik. Ata po kërkonin një lloj të caktuar bime që rriten në zonë. Të dy e dinin se nuk ishte tamam me lishme të merreshin bim nga parqet kombëtare, por rrënjët e kësaj bime ishin shumë të kërkuara. Me pije dhe suplementet shëndetësore në rritje, rrënja e kësaj bime mund të shkonte deri në $600 për kilogram. Kjo lloj shume ishte e vështirë për t'u injoruar. Nëse do ta arrinin, duhet ishin të kujdesshëm dhe të shpejtë. Por pranë projit, Hubert bëri një gabim serioz. Më vonë ai shpjegoi se rrëshqiti në një shkëmb të lagur pranë ujit. Megjithëse kapi veten dhe nuk ra plotësisht, syzet e tij fluturuan dhe ranë në prua. Problemi ishte se pa to, ai mezi shihte dhe shtegu përpara ishte plot me terren të pjerë dhe të rrezikshëm. Të ecje përpara pa syzet nuk ishte një mundësi. Dikush duhet i merrte. Pa hezitim, 18 vjeçari Austin u hodh në prua për të ndihmuar. Ai u përpoq të prekte me këmbë përreth për të gjetur syzet e humbura në ujë. Nuk ishte e lehtë. Pasi e pa duke u përpjekur pak, Hubert e ndoqi brenda. Të dy shpërndan ujë dhe kërkuan, duke bërë gjithçka që mundën për të rigjetur syzet. Por me shikimin e Hubertit kaq të turbut, ai nuk mund dallonte më se ku ishte Austin. Ai supozoi se ishte ende krah për krah, por në një moment ai u largua në drejtimin e gabuar. Meqense nuk mund të shikte qartë, përfundoi larg djalit të tij të adoptuar. Është diçka për të cilën ai ende thotë se i vjen shumë keq. Shikimi i tij dobët e bëri të vështirë të kuptonte se sa larg kishte shkuar. Kur më në fund u ndal dhe shikoi përreth, Austin nuk shihej gjikundi. Ata ishin ndarë në kërkimin e tyre të furishëm dhe kur Hubert e vuri re, ishte tepër vonë. Ai thiri vazhdimisht, por nuk kishte përgjigje. Ishte sikur Austin sapo ishte zhdukur. Kur Huberti më në fund ja tregoi historinë shefit të rojeve të Clusterit, rojtari nuk u bind dhe vendosi ta shikonte më nga afër. Clusteri nuk mund ta linte me një anë ndjenjën se diçka nuk shkonte. Se Huberti kishte pritur 2 ditë të plota për të raportuar zhdukjen e djalit të tij të adoptuar, vetëm kjo ngriti alarmin. Kështu që Clusteri nisi një kërkim në shkallë të plotë, por me vonesën, gjetja e gjurmëve të reja ishte pothuajse e pamundur. Ata sollën qenë të trajnuar kërkimi dhe helikopter me kamera infrakuqe për të skanuar zonën. Edhe Agjencia e Menaxhimit të Emergjencave të Tennessee ndryri për ndihmuar ende asgjë. Ndërsa ditët kalonin, Cluster u frustrua më shumë. Historia e Hubertit nuk i pëlqente dhe mungonin shumë pjesë.
Kishte kaluar më shumë se një javë dhe Austin ishte ende i humbur. Cluster ishte i sigurt se Njerku nuk po i tregonte gjithçka dhe se kjo mund ishte çelësi për të kuptuar më në fund se çfarë kishte ndodhur vërtet. Kështu që ai ul përsëri me Hubertin, i vendosur të zbulonte çështjen. Shefi i rojeve Steve Cluster kishte parë shumë raste të tilla më parë. Humbja e njerëzve në pyll nuk ishte e rrallë, por këtë herë diçka në histori nuk i përshtatej. Versioni i ngjarjeve i Hubert thjesht nuk përputhej. Cluster ishte i bindur se nuk po e kuptonte të vërtetën e plot. Ndërsa po bëhej një javë që nga zhdukja e Austin, ai ndjeu presionin që po shtohej. Malet nuk kishin vend për të bllokuar, veçanërisht për ditë të tëra. E tëra çfarë mund të imagjinonte ishte i riu atje, i ftohtë, i vetëm dhe pas tre. Duke besuar instiktit të tij, Cluster u kthye te Huberti dhe i kërkoi përsëri të shpjegonte detajet. Por Huberti mbeti i paqartë, i pasigurt se ku saktësisht kishte ndodhur e gjitha. Ky ishte një sinjal alarmi, se nuk mund të mante mend diçka kaq të rëndësishme. Cluster vendosi ta tërhiqte me një anë për një bisedë më të drejtë për drejtë. Kishte kaluar pothuajse një javë dhe koha po shteronte. Ai ishte më i sigurt se kurse Huberti dinte më shumë se sa thoshte. Në fillim biseda ishte e qetë, por ndërsa Huberti shmangte pyetjet, durimi i Clusterit u shterua. Zëri i tij u bë më i fortë. Ai nuk mund të mos mendonte për atë që mund të pokalonte Austin atje jashtë, por duhet të qëndronte i përqendruar. Or më vonë, gjithçka më në fund u rregullua. Pasi Cluster zbuloi pse të dy kishin shkuar vërtet në park, gjërat u bën më të qarta. Huberti kishte qenë nervoz për të pranuar se po gjuanin për Jensen Tiger, një pimë që ishte e palishme për të korrur në atë zonë. Por me të vërtetën tani në tavolinë dhe Jensenin e sekuestruar në tavolinën e Cluster, trojtari më në fund kishte një pistë. Ai thiri udhërrëfyesit ekspert. Tani që e dinin se çfarë gjurme kishte ndjekur dyshja, kishin një shans shumë më të mirë për të ngushtuar kërkimin. Duke pasur parasysh përvojën e Austin në natyrë, Cluster ende mbante shpresën. Ai është i ri, është në formë, tha shefi, dhe ka ujë kudo atje jashtë. Kjo u dha atyre një arsye për të vazhduar. Por nëse Austin ishte ende gjallë, pse nuk e kishin gjetur deri tani? Kishin kaluar 11 ditë. Në më shumë se 20 vjet, duke punuar brenda dhe përreth parkut, Cluster nuk ishte parë kur një kërkim kaq të gjatë pa rezultate. Ai po fillonte të ndjente atë ndjesi fundosje. Ndoshta ishte koha për të pranuar më të keqen. Megjithatë, ai bëri thirrjen për dërguar një raund të dytë të ekipeve të kërkimit, por edhe një herë ata u kthyen pas gjë. Ndoshta kishte mbaruar. Ndërkohë, Austin ishte atje duke bërë gjithçka që mundi për të qëndruar gjallë. Të gjitha njohurit e mbijetesës që kishte mësuar gjatë viteve, tani po vjeshin në provë. Dhe nuk ishte e lehtë. Duke ditur se paniku mund të ishte vdekjeprurës, ai e detyroi veten të qëndronte i qetë. Hapi i parë, i tha vetes, ishte i thjeshtë, por thelbësor. Të gjente terren më të lartë. Pasi u ngjit në një kreshtë aty pranë, Austin shpresonte se mund të merrte sinjal celulari. E dinte që ishte shumë e vështirë të gjendej kaq thellë në natyrë, por prap i dhemte kur shikonte poshtë dhe nuk pas një shirit në ekran. Zemra i u drodh. Kishte dashur aq shumë të telefononte tëmën për ta njoftuar se ishte mirë. Por tani e vetmja gjë që ndjente ishte pa fuqi. Mëngjesin tjetër e dinte se kishte ardhur koha për planin B. Duhet të gjente ujë të pastër, kështu që zbriti përsëri nga kreshta dhe filloi të ndiqte projën, duke e lënë të zbriste poshtë deri në rreth të malit. Më në fund gjeti ujë që mund ta pinte i sigurt, por një problem i ri e priste. Pa i ditur, kishte shkuar 2 ditë në drejtimin e gabuar. Tani ishte edhe më thellë në natyrë se më parë. Nëse donte ndonjë shans për t'u gjetur, do duhet të kthehej dhe të nisej drejt zonës ku mund të ishin duke kërkuar ekipet e shpëtimit. Por në atë kohë, Austin nuk ishte i sigurt se cila rrugë ishte e duhura. Megjithatë, ai e dinte një gjë me siguri: duhet të vazhdonte të lëvizte. Çdo natë, Austin shpresonte për forcën e mjaftueshme për të vazhduar të nesërmen. Trupi i tij po do bësoj. Ushqimi ishte bërë një mendim i largët. Ai nuk ishte ngrënë asgjë. Në fillim, uria e brente vazhdimisht, por pas disa ditësh thjesht u ndal. Trupi i tij ishte përshtatur. Ai e dinte se nuk mund të zgjaste kështu përgjithmonë. Në shtëpi, nëna e tij ishte bërë cop-cop, duke u mbajtur fort pas shpresës, ndërsa qindra kërkues kërkonin tokën dhe ujin për ndonjë shenjë të tij. Varkat patrullonin lumenjt dhe njësit kënënd pastronin pyet:
por disi osin gjithmonë duke sikur ishte jashtë mundësive. Ai ishte ose përpara tyre, ose thjesht prapa tyre, gjithmonë në lëvizje, duke u shmangur pa e ditur shtigjeve të tyre. Një ditë, ai dëgjoi zhurmën e ulët të helikopterëve sipër kokës, duke skanuar zonën përmes tendës së trashë të pemëve. Ai ngriti shikimin, duke ditur se po e kërkonin, por nuk kishte asnjë mënyrë për t'i sinjalizuar. Pemët ishin shumë të dendura, ata nuk mund ta shihnin. Pastaj, në ditën e 11, diçka ndryshoi. Përpara në lum, ai vuri re lëvizje, kajak dhe një varg të vogël. Për fat të mirë, pash një varg, një djalë dhe vajza e tij, tha Austin më vonë. Ai tundi krah dhe bërtiti sa më fort që mundi. Vuri në varg e pa menjëherë dhe e kuptoi menjëherë se sapo kishin gjetur djalin që të gjithë e kishin kërkuar. Nëse kjo histori ju preku, siguroni ta pëlqeni, ta abonoheni dhe të ndani me dikë që ka nevojë për një kujtesë, se sa të fuqishme mund të jenë shpresa dhe vendosmëria. Faleminderit që na ndiqni dhe i qëndroni të sigurt.